Vlora kremtoi mbrëmjen e së dielës ditën e Republikës Italiane me një koncert festiv në sheshin Lungomare. Mbrëmja organizuar në kuadër të Javës së Kulturës Italiane në Shqipëri, solli në skenë jo vetëm artin muzikor, por edhe lidhjet e forta kulturore e institucionale mes dy vendeve. Në aktivitet morën pjesë kryetari i Bashkisë Vlorë zoti Ermal Dredha, konsulli italian zoti Guido De Sanctis, prefekti i Qarkut dhe përfaqësues të tjerë të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare. Gjatë fjalës së tij, konsulli De Sanctis theksoi rëndësinë e kësaj dite që përkujton themelimin e Republikës Italiane në vitin 1946, një moment historik që solli paqe dhe shpresë për një të ardhme më të mirë. Antarët e grupit Neri Perkazo u shprehën të emocionuar nga mikpritja dhe atmosfera e qytetit bregdetar. Nga ana e tij, kryebashkiaku Ermal Dredha theksoi rëndësinë strategjike të marrëdhënieve shqiptaro-italiane, të cilat janë ndërtuar mbi një aftësi të natyrshme, kulturore, historike dhe njerëzore. Se ka një marrëdhënie që ne e konsiderojmë strategjike dhe shumë të fortë, është marrëdhënia që kemi në Itali, nuk diskutohet, për shkak të prezencës shumë shqiptarëve që janë atje, nga 5.000 shqiptarë, mos më shumë, që janë integruar më së miri atje dhe realisht përbëjnë edhe një nga aktorët kryesor, po flasim sa i përket komuniteteve tuaja që jetojnë në Itali. Koncerti në Lungomare u shndrua në një simbol të miqësisë së vërtet mes dy popujve, duke forcuar më tej urat kulturore që lidhin Shqipërinë dhe Italinë ndër vite.